Stuhi dhe Borë në fundjavë i gjeum rrezik përmbytjesh në disa zona, ulen temperaturat. Rreshi i shiu dhe Borë parashikohet të përfshin vendin në fundjavë. Borë pritet në verilindje në lartësinë mbi 1000 metra mbi nivelin e detit, ndërsa rreshi i shiu deri intensive shoqëruar me shtrëngata paraqiten në 5 qarqe: Shkodra, Lezhë, Durrësi, Vlora dhe Gjirokastra. Rreshjet pritet të jenë mesatare dhe lokalisht shkojnë në intensive të shoqëruara me shtrëngata, ndërsa në pjesën tjetër të qarqeve pritet të kemi rreshje mesatare. Problematika nga intensiteti i shtuar i rreshjeve mund të shfaqen në 2 qarqet e jugut, Vlorë dhe Gjirokastër. Intensitet më i shtuar sot dhe nesër, të dielën rreshje të dobta. Temperaturat parashikohen të bien gradualisht duke nisur nga e shtuna, ndërsa pritet era të jetë mesatare deri intensive në Bregdet, ku do të gjenerojë edhe dallgëzim në det. Presim që ditën e sotme të kemi një rënje prej 2 gradë dhe do të jetë e diela që do të shënoj tjetër rënje me 2 gradë në temperaturë gjatë natës. Temperaturat parashikohen të qëndrojnë në të njëjtat vlera edhe javën që vjen, ndërsa rreshjet pritet të largohen nga gjithë territori pas ditën e së martës, ku sipas meteorologëve do të mbizotrojë moti kthjellët.